më shku në Kupë Botës për herë të parë me Kosovën, domethënë ti shkruhet emri yt në histori dhe do të kujtohet gjatë gjithë jetës, domethënë janë emra që kujtohen brez pas brezi për siç e çeko dhe Vedat Muriqi dje për ditën më të lumtur të Kosovës që nga shpallja e pavarësisë dhe këta e dinë që nuk është vetëm nuk luajnë për veti, po luajnë për me çu Kosovën në një tjetër nivel edhe si shtet, domethënë se është i ka lënë gjitha sozat sportive në kualifikimi i Kosovës në Kupën e Botës dhe normalisht ata e dinë peshën e kësaj ndeshje, por harin ata ja shohin mas shumë të ndoshta vetë dhe nuk besoj që është ndaj kush për kundër faktit se gjithë duam që kualifikohet Kosova në botëror, nuk besoj që askush nuk dëshiron më shumë se ata mu kualifiku në Kupën e Botës, pasi edhe për karrierën e tyre, për vazhdimsinë e karrierës tyre në kualifikim në Kupën e Botës, do të thotë mjaft shumë pasi do të luajnë në kompeticion që e shohin gjithë bota, shohin agent, scout, futbollistit dhe mund me bë jo vetëm një hap para në karrierë, por mund me bë 2-3 hapa para në karrierë me një paraqitje të mirë në Kupën e